Pam disa shenja që na kishin dërguar në bazë mesazhet shërbimi veterinar, konstatuam që ishin ato dhe lajmëruam ato për verifikim. Sa krerë ke? Tani unë kam aty 85 krerë, unë dhe rreth 99 koki ka një tjetër që mbanin bashkë. Po 2 bashkëtarë jemi. Po ato do azgjesohen tani. Një zgjesimin atë di shteti. Rregulla, si në bastë rregulla, ne vazhdoj procedurat. Ju i keni Kemi keni bler vetë, i keni rritur vetë. tregun e lirë që është korçë, tregjet e lirë që ka brenda të Shqipërisë janë. Po, ky është një dëm ekonomik i madh që Shumë i madh është. Kjo është katastrofë për ne. Ne me ato jetojmë, ja këtë muaj tani jemi mangut. Çdo gjë, ato s'kan asgjë, ja vetëm ngordhin. i bëni apel shtetit? Çfarë i thonë shtetit? Shtetit na ndihmojnë, sa ka mundësinë. Na ndihmojnë se ne jemi, si thonë, qiell të hapur tani. Gjithë shpenzimet që kishim mbledhur ato i krijonim nga një fermë, të nxirim lekët atës, Me këtë mbarni familjen? familjen. S'kemi të ardhur të tjera, vetëm ato ka. Toka jo, s'kemi se i mbjellë bas asgjë toka, s'ka as ujë asgjë. Sa është dëmi për llogaritur afërsisht? Dëmi për llogaritur nga plasur për veten time që kam hedhur në ato janë rreth 20 milionë lekë. Kam hedhur për kam bler ato krera. Po shtetit mendoj vetë, Çfarë ju kanë thënë? Ju kanë thënë diçka që mund? tani do plotësojmë dokumentacionin, tash çfarë do bëhet dim që. Ne do kanë kontinuar këto ditë, ja. Lektoria tjera, ferma e kanë ndërluar, ja, ku janë ditë izoluara. Ju keni blerë së fundmi kafshë? Jo, absolutisht. Po Po bëjmë 14 muaj, nëse jemi tani, nga blerja. po çka dyshoni që mund të ketë efektuar? Nuk e dim, ne nga vin këtë shkaqe, se dim. Në prurë të sëmundje, nuk e dim shka konkret. Faleminderit. Shtetit marrë masë. Shumë faleminderit. Në blerje të fundat asnjëri s'kemi bërë blerje në fund.